Politikisht gjetjet raportit vetëm janë pak a shumë përsëritje gjetjeve raportit të viteve të tjera, për arsye se edhe ambientin në sundimin e ligjit e kemi pak a shumë të njëjtë siç e kemi pasur edhe viteve të kaluara. Kemi një numër të madh të rasteve në gjykata që ende sistemi gjyqësor nuk po ka mundësi të këndellët dhe të përshpejtoj apo të ofroj gjykim në kohë të arsyeshme për shkak të një numri relativisht të madh të lëndëve të mbetura në këtë sistem. Kemi mbi 250.000 lëndë të sot që gjenden në sistemin gjyqësor të Kosovës, e të cilat kurse trendi i ardhjeve të lëndëve është gati më i madh se sa ai i mundësisë për të përfunduar të njëjtat. Kështu që ende nuk po e shohim një dritë në fund të tunellit që të mund të vazhdojmë, domethënë të ulet kjo koha pritjes së lëndëve, sidomos në kur kemi të bëjmë me lëndë civile. Domethënë edhe nëse shohim edhe raportet e Këshillit Gjyqësor, shohim që mesatarja e trajtimit të këtyre lëndëve është për disa vite. Për shkak të numrit të madh të këtyre lëndëve që gjenden në sistemin gjyqësor. Raporti progresit me të drejtë theksoi që ka progres të kufizuar edhe në sistemin gjyqësor dhe në atë prokurial, bëri një dallim nga sistemi gjyqësor në atë prokurial. Bëjmë një dallim edhe ne si avokat dhe palë në procedurë, për shkak se shohim që Këshilli Gjyqësor më shumë ka pamundësi të veprimet, kurse te Këshilli Prokurial shohim mosvullnet të veprimet. Domethënë ka diferencë në mes të këtyre dy këshillave. Është shumë e vështirë të pritet një progres në sistemin e sundimit të ligjit në tërësi, kur nuk e kemi përkrahjen e ekzekutivit përgjithsisht edhe legislativit. Nuk mundet një sistem gjyqësor të shkojë vetë përpara pa pasur përkrahjen e këtyre dy sistemeve të tjera, e në rastin konkret kemi pengesë nga këto dy sisteme. Ne kemi qenë dëshmitar që gjatë tërë vite, po gjatë tërë qeverisës që ka qenë gjatë këtyre 5 vite po bëhen, kemi pasur një antagonizëm të thellë, një polarizim të thellë në mes të institucioneve të ekzekutivit dhe të gjyqësorit. Domethënë më shumë kanë shku ky mandat duke atakuar sistemin gjyqësor se sa duke ndihmu për të krijuar politika të mirëfillta të cilat do t'i ndihmonin edhe sistemin gjyqësor dhe sistemin prokurial për të dalë nga ky vlog i madh i lëndëve, nga kjo kozgjatje e madhe e procedurave, duke krijuar një politika, duke ato që ata hati duke zbatuar strategjinë për sundimin e ligjit. Kemi atje deklaratën e zotimeve të cilat janë dakorduar edhe Këshilli Gjyqësor, Këshilli Prokurial, Gjykata Supreme, Prokuria Apelit, nëse nuk gaboj, Prokuria Shtetit dhe Ministria e Drejtësisë, për të aprovuar politika legislative të nevojshme për të nxjerrur për kësaj situate sistemin gjyqësor, për ta nxjerrur një ligj të Këshillit Gjyqësor, ligjin e Këshillit Prokurial, për ligjin për sistemin disiplinor të gjyqtarëve dhe prokurorëve e të tjera që faktikisht janë të nevojshme për këto sisteme, por ne e shohim që këto deklarata vetëm ishin si zotime, por nuk shkuan më përpara. Në kohë të caktuar patëm edhe aq antagonizma të thellë sa domethënë edhe elshun edhe mbledhjen e këtyre komisioneve antarë të Këshillit Prokurial, antarë të Këshillit Gjyqësor, mbeti vetëm Ministria e Drejtësisë vetëm për shkak të qasjes që ka pasur në raport me këta dy këshilla. Domethënë ka pasur që nga fillimi ka pasur qasje agresive. Kurse nëse flasim për Këshillin Prokurial dhe qasjen e Këshillit Prokurial në këtë, veç u shpjegua edhe nga antarë i Këshillit Prokurial dhe nga hati, domethënë ne ato që ka ndodhur dje e pam pak a shumë si vështirësi për të hequr duart nga këshilli janë disa antarëve të këtij këshilli, tash në fund të mandatit të tyre. Domethënë pe kanë të vështirë me paramendu që më nuk do ta vazhdojnë, domethënë qeverisjen e këtë këshill pas shumë vitesh që janë aty dhe riciklimet e tyre në pozita të ndryshme, herë si kryeprokuror, herë si prokuror e herë si antar të këshillit. Këto ka thonë edhe më herët, ka qenë diçka e pritshme, më ndodh ajo dje prej kujt ka ndodhur. Domethënë ne kemi pa edhe më herët edhe prej raportit të progresit, ku e ka konsideru Këshillin Prokurial si një organizatë korporatiste, domethënë që tëndë që gjithë ka mu kontrolu për disa antarëve të Këshillit. Pastaj kemi pasur edhe ambasadën amerikane që në rastet e zgjedhjes së kryeprokurorëve dhe të disa antarëve të Këshillit është tërhequr nga procesi për shkak të konfliktit të shtuar të interesit në proceset të caktuara të zhvilluara nga ana e këtij këshilli. Ajo që na kalon për shtypje dje, e mira në fatkeqësi është që është rrit zoni e antarëve kundër të marrjes së vendimeve të kondelishme. Ne pam 5 antarë që nuk e kemi pa herave të kaluara, domethënë 5 antarë të këshillit të cilët të distancuan nga një proces i kondelishëm i shkarkimit të një shtruesi i detyrës kryeprokurorit të Shtetit, që është
sinjali mirë. Do të thonë është sinjali mirë që faktikisht anëtarët e Këshillit kanë filluar me reflektuar në masë më të madhe, në numër më të madh në krahasim me ata, do të thonë që po pengojnë procesin e reformave. Kjo ishte paralajmëruar, do të thonë edhe dikon në prill të këtij viti, edhe nga zyra e BE-s që po tentohet që të shkarkohet ushtruesi i detyrës si kryeprokurori i shtetit, po tentohen që të bëhen zaventësime me qëllim të pengimit të reformës, por do të thonë rrugës dhe do të thonë u dul kjo, do të thonë u shpërfaq kjo tendencë e pengesës së këtyre reformave. Kurse Ministria e Drejtësisë gjatë gjithë kësaj kohe, do të thonë përveç që e ka penguar, asesi nuk e ka ndihmuar sistemin gjyqësor dhe sistemin prokurorial për të këndell nga kjo gjendje. Kemi pas iniciativa të shumta që unë konsideroj më shumë kanë qenë iniciativa për ta penguar sundimin e ligjit, se sa iniciativa reale me vullnet real për ta ndihmuar sundimin e ligjit. Kemi pasur ligjin për konfiskimin e pasurisë të pajustifikuar apo të fituar me anë të vepra penale, që faktikisht edhe Komisioni i Venecias, edhe shoqëria civile, edhe gjithë kanë thonë që është ligj që do të thonë shkel të drejtat elementare të njerëzit, një ligj që t'i kalon konceptet nga i penal në ato civil, e derisa ne nuk kemi mungesë të legislacionit. E kemi ligjin për kompetencat e zgjeruara të prokurorit të shtetit në rastin e konfiskimeve, i cili faktikisht e mundëson pa asnjë pengesë konfiskimin e pasurisë të fituar me vepër penale. Mjafton të vërtetohet që është një person është kryes i një vepër penale dhe pastaj i takon prokurorit me bë listimin e gjithë pasurisë që e ka ai person dhe pastaj mbetet barra provës, mbetet personit të pandehur apo të akuzuar apo të dënuar që ta dëshmojë që kjo pasuri nuk është e fituar me vepër penale. Por nuk pritet për një këshilli që kemi pas prokurorial që me nxit prokurorët dhe nuk pritet për aty në prokurorë pastaj me zbatuar atë ligj derisa kemi një qeverisje të tillë dhe një politikë bërje të tillë të Këshillit Prokurorial. Domethënë kemi shumë prokurorë të mirë, kemi shumë gjyqtarë të mirë, por kanë edhe pengesa në punën e tyre për ta zbatuar ligjin dhe për të marrë vendime.